Pranë vendit ku gjatë viteve të errta të diktaturës komuniste u pushkatuan shumë intelektual dhe kundërshtar politik të regjimit, afër zallit të Kirit në Shkodër u zhvillua koncerti përkujtimor Tingujt e Kujtesës, një aktivitet artistik dhe memorial kushtuar muzikantëve shqiptar që u përndoqën, burgosën ose u privuan nga drejta për të ushtruar talentin e tyre gjatë diktaturës. Në një hapësirë të ngarkuar me simbolikë historike, muzika u shndërrua në një urë mes kujtesës dhe reflektimit, duke sjellë në vëmendje historitë e atyre artistëve që pavarësisht represionit dhe censurës lanë gjurmë të pashlyeshme në kulturën shqiptare. Në moton muzika është si e vërteta të bën të lirë, koncerti Tingujt e Kujtesës erdhi si një homazh për viktimat e komunizmit dhe si një thirrje për të mos e harruar të kaluarën. Pak metra përtej e kemi një vend të shenjtë për të gjithë ne që e kemi këtë kavës, po mendoj edhe më gjerë, që është një vend ku mendohet se janë të zhdukurit në diktaturë, pra të vrarë, eshtrat e cilëve ende nuk janë gjetur. E kemi zgjedhur këtë vend pranë zallit Kirit për t'i kujtuar ata drejt për drejt, afër shpirtrave të tyre, aty ku ata kanë dhënë shpirt në dhunë, edhe është, domethënë, kurkush më bukur se sa artistët e Shkodrës nuk ishin për ta sjellë kujtesën për ta. Ashtë shumë emocion, ishte një koncert shumë i ndjerë. Faleminderit profesor Roland Hullit, i cili organizoi, krijoi me shumë ndjeshmëri, duke u bazuar te vokali dhe ndjeshmëria se cilit artist që ishte sonte këtu bashkë me mua dhe na emocionoi çdo material. I falenderoj nga i pari tek i dyti, gjithashtu edhe shoqatën Kujtopikal, e cila ka prek dhe prek gjithmonë tematika shumë të ndjera dhe që duhet absolutisht vu në kujtesë, kanë bërë materiale kaq të mrekullueshme. Pikërisht nga tematika e veçantë dhe nga ajo çfarë u mlodh nga frymëzimi atyre që na kanë lënë pasuri kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, dhe jo vetëm të muzikës në art, kanë lënë gjithë secili prej tyre një pjesë të jetës tyre, një pjesë që kalon për te emocioneve të momentit që mund të bëjmë muzikë gjithë secili prej nesh. Ishte vërtet shumë emocion i veçantë dhe kënaqësi gjithmonë të jem edhe përballë publikut shkodran, i cili më ka rrit gjithashtu edhe pse nuk jetoj në Shkodër. Do thosha diçka të mrekullueshme ndoshta që duhet me reflektu dhe me mendu gjatë gjithë jetës gjithë secili prej nesh, sepse dikush mund të jetojnë shumë gjatë, por ajo që është më e rëndësishme është që ajo që mbetet për shumë gjatë, gjithë cilin këto autor, këto artist, edhe pse në një jetë shumë të vështirë kanë lënë gjëra të mrekullueshme. Koncerti u realizua në kuadër të projektit Bridges, forcimi qëndrueshmërisë dhe frymëzimi i brezave të demokracisë, i zbatuar nga Kujtopikal në partneritet me Fondacionin Konrad Adenauer dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian. Përmes kësaj nisme, organizatorët synojnë të promovojnë kujtesën historike, vlerat demokratike dhe ndërgjegjësimin e brezave mbi pasojat e regjimeve totalitare.